foli media se është kritik, nuk është ti bëj freskin prokurori. Kështu që vlerësoj që për këtë e kisha, nuk është se kam në gjë me gazetare, përkundrazi i vlerësoj si profesion, është fisnik. Faleminderit Langozi. Për të qëndruar tek çështja e Akshit Karranxha, bën sens kur flasim për le të themi për pasuri të fshehura duke marrë në konsiderat edhe vlerën e tendrave të shpërndara, apo qoftë edhe ajo që Ergyll Sagasi përmendte nga 2 e bëjmë 4. Na bën sens që këta njerëzit mund të kenë pasuri të fshehura, të kemë përfituar në mënyrë të palishme nga tendra, sepse ne vërtet themi shkelje barazistë të tendrave, por çfarë do të thotë shkelje barazistë të tendrave apo dhënia e një tendri pa garë, janë shumë faktorë. Unë shqetësimin më të madh në rastin konkret nuk e shikoj te Ergyll Sagasi. Ergyll Sagasi është një biznesmen. Është një gys, do vi një biznesmen tjetër, do vi një biznesmen tjetër. Mu më shqetëson një drejtuese e lartë e administratës publike, pjesë e grupit kriminal, kanë fshehur 2 shtëpi. Dolën 2 shtëpi, pra nga një qeraxhesh, tani po na del me 2 shtëpi. Pra kemi një rëndim të nevojave të sigurimit. Pra dolën edhe 2 shtëpi tjerë. Një shtëpi tjetër në emër të një personi tret. Dhe me drejt lind pyetja, ore këto, po çka kanë shkuar aty? Për të bërë tendra, për me i shërby popujt apo me i shërby vetes me bërë shtëpi, me bërë edhe 2 shtëpi. Këtë mua e shoh një shqetësim shumë të madh, sepse biznesi privat është biznes privat. Ka bë vepër, s'ka bë vepër, është privat. Ti si shtet ku je? Pra ti ke pa xhepin tat. Pra ti duke bërë këtë tendër ke përfituar për veten tande në radhë parë, kanë fituar edhe privatën në radhë dytë. Atëherë kjo të kemi bërë me një rëndim të nevojave të sigurimit. Këto shtëpi nga një qeraxhesh që po na prekun, u prekën me çika qeraxhia. Ai që nga me qera do ta nxjerrë qeraxhiu jashtë se pa lajme që është e panderë. Tash na dalin shtëpia. Çfarë këto? Pra ne këto shohim qëllimin e vërtetë të veprës penale. Madje duhet pa edhe vepra penale. Nuk është më barazin tendra, është matej. Pra këto ti një përfitim lidhet, madje ka vend për hetim pasuror. E kemi robin gjallë, siç po jetojnë për Vis Martinin, tetohet dhe pasuritë e këtyre, të Akshit. Të verifikohen të gjithë sepse këta na rezulton që akuza është ngritur drejt. Njëri me pronat, tjetri me pronat, njëri nga i shofer bëhet, pra janë gjetur personat dhe këtu dalin dhe te kriteret. E rëndon po zotin qëllimi i veprës penale? Rastin konkret për shkak, këta akuzohen për grup strukturuar kriminal. Dyshohet që kanë dhe pasuritë palishme. Pra është qëllim fitimi. Pra qëllim fitimi është rrethana rënduese e veprës penale. Pra qëllimi jot nuk është për persona të tjerë, por është për veten tate konkretisht. Pra merr përfitimet e tua janë në mënyrë të drejtë për drejtë. Madje këtu theksoj andi ka vend për nisjen dhe hetim për ILKBDI-n. Inspektoratin e lartë të deklarimit pasurive. Ku është ILKBDI-ja? Çimgani ku ka qenë? Që kanë proceduar prokurorët dhe gjyqtarët për fakte ordinere, që jo deli shumë negative është negativ, ndërkohë po na rezultojnë që janë shumë zyrtar të lartë. Dhe te raporti i vitit 2025-2024 është shumë zyrtar të lartë që kanë kaluar nga shkëlqim gani dhe nuk është asnjë kallëzim penal. Dhe këtu duhet merret edhe me personat që e kanë fshef, sepse po na rezulton të gjithë po na bëjnë të pastrin, ky ka fshef krimin, ai që mçef krimin është njësoj si ai që e bën krimin. Pra që mbysh aq më tepër që janë persona të administratës publike, janë vënë aty për të ruajtur paratë e administratës publike dhe qëllimi i tendrit është që ti të ofrosh të shërbim qytetarëve me çmim sa më të ulët që të kursejnë paret. Tash këtu na rezulton që gjithë kanë ardhur me lugë mbrez. Gëron Meçi u dyshua ndjes, për të qenë korrekt, u dyshua që u mor peng. Në dosje kjo, ka dhënë dhe deklarimin e tij. Ndërkohë që është gjithë kjo çështje e nxehtë për sa i përket parave të qarkulluara në Aksh, ai ka vijuar të marrë tendera. Jo më larg se dje po lexoja tendra që kishte marrë për çështje, le të themi, të organizimit të brendshëm sigurisë kibernetike brenda në Aksh. Tani këtë si e përkthejmë. Në anën tjetër kemi dhomën amerikane tregtisë e cila thotë krijoni hapësirë për kompanitë amerikane, të cilat janë të specializuara për të menaxhuar dhe të dhënat e qeverisë së Bashkuara të Amerikës. Ku na çalojnë gjëja tani këtu? Nuk kanë frikë fare këta? Ta pyetën kështu. Mendimi im personal është që dhe Gëron Meçi, pavarësisht se është marr peng, domethënë që ose e shqequr liria në mënyrë të palishme për cilën ndizë akuzë, Gëron Meçi ka qenë pjesë e lojës. Pra ata deri dje për me marr tendrat e rrugullonin me njëri tjetrin, u prishën me njëri tjetrin dhe ju hoq liria. Pra dhe ky person duhet të jetohet në mënyrë të pavarur. Dhe Gëron Meçi vetë nga ana e tij, pavarësisht se është bërë një vepër penale, heqja e palishme e lirisë përbën vepër penale të parashikuar në 110 i Kodit Penal.
Pra të procedohen persona që hoqë lirin, por duhet të hetohet dhe motivet. Qa pasurisht, qa veprimtarie kanë bën bashkë. Pra edhe Geron Meçet duhet të hetohet të nisi hetimi pasuror. Ndërsa në lidhje me tendrat që po i fitojnë përsëri këta persona, duhet të verifikohet. Nëse janë tendrat, plotësojnë kushtet e sigurisë, janë certifikuar nga TSIK-ja, apo se pa na dalin prapë, pra këta po marrin të dhënat tona duke qenë të palishëm, duke qenë pjesë e grupit kriminal, se ato kanë qenë të bashkë, u ndan për paratë e popullit, se për çfarë zgjedhën? U zin për paratë e popullit, nga vin parat, vin nga paratë e popullit që bëhen tender. Pra këta janë zonë me njëri tjetrin për paratë e popullit, se janë zonë për çështje morale ose ngacmove i rob ose ngacmove, janë zonë për paratë e popullit. Kështu që atë edhe këta duhet të hetohen të gjithë në mënyrë të precize për veprimet dhe mosveprimet deri në kohën e heqjes palishme lirisë dhe mbrapa. Pra, që t'jemi korrekt dhe me qytetarët duhet nis hetimi pasuror. Siç nisim me Vis Martini, Visi dyshohet që është i vdekë dhe babai vet thotë merren mgjeni çunit apo merren në pasuri shumë bukur. Të merren, po të merren edhe me këtë që ke njerëzit gjallë. Dolën 2 vila, mund dalin sepse shumë lidhen parët e ngrabiturat të popullit. Ai sa të blidhen se skemi ç'të bëjmë se jo çdo gjë merret, por çfarë arrihet të sekuestrohet dhe më pas konfiskohet, është një fitore që është reduktuar deri diku dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit. Sepse gjithë tu na rezultojnë tendera fiktiv, tender çokoladësh. 10 milionë euro. 10 milionë euro çokolada. Pra, domethënë, ndërkohë një nga denoncuesit, tu të paktën ka mbështypen, jeni kallëzues së bashku Llangozi me Gent Prognin? Për të çështje, faqe që janë 40 milionë euro faktikisht çokolata dhe jo 10 milionë euro. Pretendimi i tij. Janë 40 milionë euro çokolada, po dëmi që ne kemi shkaktuar janë gati 600 milionë euro. Pra, në total ne kemi kallëzuar për një dëm shtetit shqiptar 600 milionë euro. Që ka filluar procedimi, është thërrur Milinda Kaçanaj në prokurinë e posaçme dhe më pas kanë dalë to aferat e tjera të lidhur me Agasin dhe janë bashkuar 2 procedime penale. E qartë, por kur themi 600 milionë euro, themi që është bërë një çik punë aty, se 600 milionë kështu nuk e kanë marrë. Nuk është bërë punë fare, sepse ne kemi faktuar që edhe këto webet që janë bërë, që janë marrë me miliona euro, janë marrë të gatshme nga WordPressi dhe nuk është se është investuar. Pra gjithë kostoja ka qenë diku te 1000 euro dhe është bërë një tender me miliona euro. Pra kjo ka qenë aferë që ne kemi denoncuar dhe për këtë kemi çuar dhe provat përkatëse. Kemi gjetur dhe webet se ku janë blerë dhe është bërë një punë investigative dhe janë depozituar rreth 6.000 faqe nga ana ime dhe Gent Prognin në prokurinë e posaçme. Edhe më pas është kaluar në hetim dhe për 2 procedime. Gent Progni ka qenë një ndër persona që ka këmbgulur më shumë dhe ka mbledhur prova për rasti konkret dhe është kërcënuar disa herë edhe me jetë dhe të gjithë mundoheshin ta vinin dhe në lojë që ishte duke sajuar, por në të vërtetë është kërcënuar dhe ja ku del dhe rasti tjetër i Geron Meçës. Nuk e di se sa është i implikuar personi në fjalë, por di të them që Gent Progni gjatë gjithë kohës ka tentuar që ta çojë këtë çështje përpara drejtësisë dhe ka këmbgulur dhe ja arriti dhe qëllimit që të demaskonte këto persona që vitnin shtetin shqiptar, sepse meritokracia në Shqipëri nuk ekziston. Ja, siç e kuptojmë tani që grupet kriminale na dalin dhe na bëjnë dhe inxhiniera në lidhje me teknologjinë dhe informacionin. Kështu që kjo është që ne na shtyu dhe depozituam këtë kallëzim. Pra kjo është afera që mendojmë që është më e madhja dhe që ka sjellë gjithë këto problematika që ka sistemi dhe informacioni shqiptar. Atëherë i bie që kjo është një dosje më e fortë se incineratorët në vlerë. Patjetër që është dosje më e madhe se incineratorët, shpresojmë që ta çojnë në fund, sepse të gjitha pazullat kanë çuar edhe kryeministrin përpara përgjegjësisë, sepse siç e theksova, Arben Ahmetaj ka qenë një ndër denoncuesit që Baxhanaku i kryeministrit ka qenë pjesë e kësaj lidhje. Kështu që për këtë arsye vlerësoj që do ishte fitore për drejtësinë, fitore për kombin shqiptar dhe atëherë unë do isha i pari që do kisha besim te shteti së drejtës, te këto prokuror që Shqipëria dhe mund të bëhet, sepse deri në moment që një kreu i organizatës, se unë e kam thënë shpesh herë, që kryeministri nuk është kryeministri, por është një organizator që në çdo tender dhe prokurim publik ka kryer krime dhe për këtë arsye nuk mundet të pretendohet se kush ha dardha pas shpinës time. Baxhanaku ti e ngrit dardha pas shpinës. E ka ngrënë Ergys Agasi që pinte 33.000 euro një shishe verë. Ka ngrënë te Durana Resort, ka ngrënë
te rrugët që po bën me monitorim me kamera Smart City, që është një aferë më vete. Aferë më vete Smart City? Smart City aferë më vete? Aferë, sepse 50.000 euro një kamera sigurie. A ka vend dhe kush po i vendos to kamera sigurie? Që duhet tetohen, sepse këto kamera sigurie mund të synojnë në mënyrë të drejtë për drejtë. Mos është me gjithë shtyllën e Karanja, 50.000 euro. Me gjithë shtyllën besoj, se pa shtyllën edhe me hapjen e gropës me lopatë dhe me kazën. 15.000 euro një kampi, një kamer trupi policie 15.000 euro. Ku janë këto? Ku i gjenë, ku i kanë gjetur? Kush i ka prodhuar patentat dhe a është transparente prokurimi publik? Dhe kush është personi që e firmosi? Kjo ka pak rëndësi. Kjo ka pak rëndësi. Lamallari që ngrit në detyrë firmosi dhe tenderin. Dhe ky është tender sekret. Është tender sekret. Problemi këtu është origjina dhe burimi, domethënë, i kompanisë që menaxhon dhe ka shitur këto që do menaxhoj sistemin, në fakt, është i kompani, le themi, arabe, por që ka dyshime për lidhje ruse dhe kineze. Kjo është kam informacionet të kësaj kompanie. Kompania është e tillë. Kompania arabe ka bërë financimin për investim. Ndërkohë, është pretenduar se do bësh i prokurim publik dhe janë bërë dokumenta fiktive se janë duke u kryer tenderat. Ndërkohë, ajo është paracaktuar te kontrata që është lëvruar fondi nga kompania në fjalë, është paracaktuar që këtë investim do ta bëjë kjo kompani. Ndërkohë në Shqipëri janë bërë prokurim publik. Gjoja që po bëni tender sekret sepse interesonte që të menaxhoheshin fondet. Langozi, këtë e tha kryeministri që kemi tentuar të bëjmë marrëveshje, bile se ka lutur shteti shqiptar këtë kompaninë. E ka thënë publikisht, unë biles nuk e dje që do ta diskutonim këtë, se mund ta kishe vendos citim kur e thot kryeministri që ja kanë bërë unë kërkesën që para 2 vitesh dhe shqyqyri që po vin ta bëjë. Kush është kryeministri që del edhe na thot ne i bëra unë propozim që të jetë me miliarda euro, 50.000 euro një kamer. Kush është kryeministri që i menaxhon këto lek? Mos ka ngrënë gjë kumbulla e dardha kryeministri në këtë aferë. Pra ka komisione, nuk mundet të dalë kryeministri i thash unë këtë, Karçana nuk ka mundësi Karçanaj që të blejë një shtëpi. Kush është ky kryeministri? Na del kudo. Ne unë e kuptoj që kryeministri është dirigjenti i gjithë dhe kontrolluesi i gjithë fondeve, po jo shpërdoruesi. Pse kur do kryeministri që nga ai i pari, kur nuk do, nuk ka përgjegjësi. E qartë. Pra unë mendoj që të gjitha aferat të bëra dhe ku kryeministit paktën ku i bën në mbrojtje, si Mirlinda, duhet tetohen. Pse kush është interesi që e merr në mbrojtje Belinda Balluku? Kush? Pse e morën në mbrojtje Belinda Ballukun? Se vun përpara përgjegjësisë, si fun Benameta, si fun Sali Berisha. Unë ja pro, çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë tetohet. Tetohet ta marrë vesh kush janë. Po mirë, me komision. Meqense më qëndrove tek çështja Balluku. Unë nuk të kam pyetur faktikisht, por sepse sonde po lëm Karanxhon të kërkojmë çikim ndjes sonde, po meqense kemi mik për të parë Langozin, ne miqt i respektojmë pak më shumë se Karanxhën e kam më vjen her pas here Karanxha i gjen kohën për të dhënë mendimin e tij në hapësirat mediatike, siç është edhe emisioni im këtu Skrin Krimi që e vlerësoj, po të kërkoj pak të dijes se për çështjen Balluku ç'mendon? Domethënë, ku haset rezistenca dhe rezistenca haset në kuvend, se po bëj dhe unë i pyetje tash shumë naive ku haset rezistenca, po përse haset rezistencë, më saktë? Rezistenca për mendimin tim haset në çdo vend. Duke qenë se Balluku doli hapur në afera korruptive dhe dosja ishte e plot, atëherë prokuria e posaçme me ndikimin e kryeministrit e ka vendosur me një masë sigurimi dhe masa sigurimit ishte pezullim nga detyra. Të gjithë prokurorët dhe juristët e din shumë mirë që ajo është një masë e gabuar. Dhe kjo është bërë me qëllim që t'i japte rrugën një konflikti artificial, prokurori dhe qeveri. Dhe për këtë arsye dhe gjykata kushtetuese ishte në ato dilemat e saj dhe me gjithë të mjergull që krijoi vetë prokuria e posaçme e ka mbrojtur Belinda Ballukun. Se kush e pengoi prokurinë e posaçme që ti drejtohesh parlamentit me heqje imuniteti? Askush. Ti drejtohet, heqë imunitetin dhe të mbaronte punën ta bënte edhe në burg, ta çonte në burg, siç ka çuar persona të tjerë. A mund ta bëj spaku? Mund ta bëj spaku me një akuzë më të rëndë, për shembull, gjithë diçka aty, ka kapacitetet, ka diçka në dorë, çfarë informacionesh pra? A mund të keni një informacion të tillë?
tjetër, sepse vetë nga prokuroria e posaçme 300 apartamente. Kanë dalë komunikime që janë dhënë në tendera oligarkëve me porosi të kryeministrit, me porosi. Dhe kjo është që kryeministri e mbrojti në rastin konkret duke i refuzuar heqjen e imunitetit. Sepse nëse do ishte heqja e imunitetit, gjitha ato porosi që janë dhënë ballukut nga kryeministri, do hetoheshin dhe do vihesh përpara përgjegjësisë kryeministri. Kështu që luajtë këtë lojën dhe ja dolën. Pra, mendoj që mbrojtja nuk është vetëm nga qeveria apo nga parlamenti, është dhe nga prokuroria vet. Prokuroria vet. Po, patjetër, sepse ne duhet të kënaqemi me të shohun, ne kërkoj heqje imunitetit për këtë. Po veprimet, a janë të ligjshme veprimet e kryera nga prokuroria e posaçme? Padyshim që jo.